48 orë është afanti për presidentin Amerikan Trump që të vendosë nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës do t'i bashkohen ose jo Izraelit në sulmin ndaj vendeve bërthamore të Iranit. Irani ka kërcënuar Trump se do të përballet me ferrin nëse hyn në luftë, ndërkohë konflikti në lindjen e mesme vazhdon për të 6 ditë jashtë çdo kontrolli. Pas mbajtjes së një takimi të rëndësishëm sigurie në Washington të martën, zyrtarët amerikanë thanë se 24 deri në 48 orët e ardhshme do të jenë vendimtare për të përcaktuar nëse diplomacia do të vazhdojë me Iranin, raportoi ABC News. Por nëse kjo rezulton se është e paarritshme, Trump mund t'i bashkohet Izraelit. Qytetarët e Teheranit janë larguar masivisht nga shtëpitë e tyre që nga e premtja, ndërsa Trump i bëri thirrje të gjithëve të braktisnin qytetin. Trump ka përforcuar kërcënimet e tij ndaj regjimit iranian pasi pretendoi të mërkurën se Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli e din saktësisht se ku fshihet udhëheqësi suprem i Iranit. Presidenti amerikan e quajti atë një objektiv të lehtë, por tha që nuk do të urdhërojë ndonjë komplot vrasje për momentin. Kërcënimi për ndryshimin e regjimit erdhi pasi Trump kërkoi një fund të vërtetë të programit bërthamor të Iranit, i cili qëndron në thelb të konfliktit. Dhe presidenti amerikan arriti presionin mbi Ajatollahun për një dorëzim pa kushte, ndërsa zhvendosi fuqinë e makinës së luftës të Amerikës drejt zonës së luftës.